Shikues të nderuar, mirëmbrëma nga studio e emisionit Arena në televizionin Shenja. Sonte shkasi debatit sigurisht që është vendimi për mosdhënien e mandatit Zoran Zaevit nga presidenti Gjorge Ivanov, edhe pse ai kishte mbledhur në fakt në shkrimet e duhura për marrjen e mandatit dhe për të tentuar që të formojë qeveri. Në studio për të biseduar në këtë temë kam dy ish deputet dhe një profesor universitar të drejtës kushtetuese. Fillimisht t'ju prezantoj me mysafirin tonë të parësh, Naser Zyberi. Përshëndetje për juve. Përshëndetje. Muhamet Halili. Përshëndetje. Dhe Temel Koristevski. Mirëmbrëma edhe për juve. Të fillojmë me juve, zoti Zyberi, pasi ju kam të parin këtu në krah. Fillimisht ma komentoni vendimin e Ivanovit që mos që jap mandatin Zaevit, edhe pse I kishte plotësuar atë normën që duheshte në fakt, atë kushtin ligjor që t'i mbledh të paktën 61 nënshkrime deputetësh. Pse nuk ja dha në mandatin Zaevit? A ka pasur të drejtë që mos ja jap mandatin? Vendimi është I pakuptimt, vendimi është kundër kushtetues, dhe vendimi mund të ketë reperkusione të rënda për rendin juridik dhe situatën politike dhe të sigurisë në vend. Vendimi pra është kundër kushtetues, për arsye se neni 84 I kushtetutës ndër kompetencat e presidentit parasheh dhënien e mandatit të kryetarit arshëm të qeverisë. Neni 90 parasheh kushtet se kur jepet ky mandat. Paragrafi I parë I nenit 90 thotë se presidenti I shtetit është I detyruar ta jep mandatin kandidatit të partisë ose partive të cilat kanë siguruar shumicë në parlament. Po nuk e bari. Dhe me që Zoran Zaev I dorëzoi 67 nënshkrime me të cilat e dëshmoj formalisht se ka siguru shumicë në parlament, kryetari I shtetit pa asnjë ekuivok duhej që t'ja jep mandatin. Mosdhënia e mandatit pra paraqet shkelje të rëndë të dispozitës kushtetuese nga neni I 90 dhe shkelje e dispozitës nga neni 84, do të thotë mos ushtrim I kompetencës, respektivisht detyrës të ngarkuar me kushtetutë. Kryetari I shtetit, përkundër kësaj, hyri në një analizë dhe elaborim dhe vlerësim të situatës politike, që nuk është detyrë e tij në këtë rast. Në njëra anë kërkon të respektimin e kushtetues, detyra e tij ishte vetëm dhënia e mandatit. Çfarë platforme, çfarë programi, çfarë përbërje të qeverisë personi I mandatuar do të ketë është çështje dhe e drejtë ekskluzive e tij. Ndërsa parlamenti është institucioni I cili e aprovon ose refuzon programin e qeverisë, e aprovon ose refuzon përbërjen e kabinetit të tij, sepse paragrafi I 2 I nenit 90 thotë se mandatari në afat për 20 ditësh kuvendit I paraqet programin dhe përbërjen e qeverisë. Ndërsa paragrafi I 3 thotë kuvendi me shumicë të votave, që do të thotë 61 deputet në këtë rast, shumicë absolute, zgjedh kabinetin respektivisht përbërjen e qeverisë. Dhe këtu çdo gjë përfundon. Zoti Halili, sipas juve, në aspektin e ligjeve kushtetutës Maqedonisë, si e pat vendimin e Ivanovit dhe në fakt arsyetimet e tij, sepse nuk ja jep mandatin Zaevit, a ishin edhe për ju të arsyeshme ose a mbanin ujë? Kjo që ka bërë zoti Ivanov është vazhdimsi e një politike 26 vjeçe që një nomenklatur politike e quajtur VMRO dhe PMN në vazhdimsi e ka bërë. Kjo do të thotë se ujku qimen e ndron, por hujin jo. Ata kanë ndruar qimen gjatë pushtetit që kanë pas me PDSH Georgievski,
derisa u ranë maskat poshtë, pastaj 16 e ka ndruar qimen kise janë demokrat në bashkëqeverisje me BDI, ndërsa tash u ra maska poshtë, për arsye se u pa qartë se ajo që e kanë bërë ata në vitet 90 e bëjnë edhe tash. Vetëm ta përkujtoj opinionin se një situatë të tillë kemi pasur edhe në vitin 1991, kur PPD-ja i fitoi zgjedhjet lokale në komunën e Tetovës dhe Gostivarit, ndërsa nomenklatura politike të VMRO dhe PMN-s me kërcënim se do të blokojnë Kuvendin Komunal Tetovës dhe Gostivarit, do të bëjnë trazire dhe destabilizim të vendit, nuk na lejuan që ne të qeverisim në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Duke nisur nga kjo, ne në deklaratën për barazit shqiptare në Maqedoni, diku në pikën 8, kemi theksuar se përbërja e kuvendeve të jetë në bazë të zgjedhjeve të lira dhe demokratike, dhe jo rastësisht. Dhe ne kemi marrë të drejtën të qeverisim me komunën e Gostivarit dhe Tetovës 2 vjet mbas. Deri në të 2 vjet është suprimuar rezultati i zgjedhjeve pluraliste. Këtu në rastin konkret, personi Ivanov nuk e respekton kushtetutën edhe ligjet. Nuk e respekton kushtetutën sepse neniteti i kushtetutës Republikës Maqedonisë është i qartë se një ndër vlerat kryesore të rendit kushtetues të Maqedonisë është sistemi demokratik pluralist dhe zgjedhjet e lira dhe drejt për drejta. A ka drejt? Në bazë të zgjedhjeve të lira dhe drejt për drejta, këtu nuk bëhet pazar, a ka dëshirë ai ta jep mandatin apo s'ka dëshirë. Edhe kushtetuta thot e obligon, obligon ta jep mandatin. E dyta, po në bazë të këtij neni, dihet se kemi pushtet ligjvënës, pushtet ekzekutiv edhe pushtet gjyqësor. Këtu Ivanovi e pamundëson konstituimin e pushtetit ekzekutiv, gjë që ka përgjegjësi drejt për drejt për thyrje të kushtetutës. Ai nuk është i autorizuar fare në bazë të ligjit për parti politike që të ndërhyjë në platformat politike të partive politike, sepse shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë është shkruar në ligj. Në nenin 16 të ligjit për parti politike, alineja parë shkruan se partive politike u garantohet caktimi i strukturës së brendshme të partisë politike. Edhe dyta, partive politike u garantohet mënyra se si ta realizojnë plan programin e tyre politik. Në nenin 31 të këtij ligji, po që se partia politike përdor mjete të dhunës për rrëzimin e rendit kushtetues, nuk është presidenti i Republikës ai i cili merret me këtë punë. Me këtë punë merret gjykata kushtetuese. Edhe gjykata kushtetuese ngre aksion pranë gjykatës përkatëse, ku është themeluar partia politike, edhe aty kemi seancë të hapur publike, ku njëna palë i arsyeton të dhënat e veta tjetra, edhe atëherë gjykata sjell vendim. Ajo parti politike me plan program synon që ta rrëzoj rendin demokratik apo jo. Po që se ky zotëri ka dësht këtë ta bëj, ja është dësht të drejtohet gjykatës kushtetuese. Ai këtë se ka bërë, prandaj çdo gjë është një gënjeshtër e vërtet nga ana e tij. Gospodine Ristovski, malo se ostavivme od strana, no dodека елаборираме за тоа дали Иванов ја донел вистинската одлука или зошто ја донел таа одлука, кажете ми според Устава дали он има право, иако мал дел елабориравме за тоа дали смее да дава дополнителни услови за тоа, да го условува мандатот со други работи. Како, например, еве сега што ги напомена
дека требало уставниот поредок да се зачува и слично, дека не требало да има платформи после изборниот процес. Дали он има право да поставува такви услови? Член 84 од Уставот на Република Македонија е јасен. Во него јасно, прецизно, децидно се наведени ингеренциите на председателот на Републиката. Председателот на Републиката, според член 84, треба само да го даде мандатот и ништо повеќе. Тој не смее да поставува никакви услови. Мандатарот не одговара пред него. Одговара со својата програма пред Собранието на Република Македонија. Апсолутно председателот не е надлежен за никакви услови. Не е тоа негова работа. За жал, председателот во конкретниот случај се впушти во нешто за што не е надлежен и мислам дека со тоа грубо повредување на Уставот на Република Македонија ќе предизвика голема штета. Излез од сето ова е да се предомисли, да си ја повлече одлуката и да го довери мандатот на Зоран Заев. Затоа што Зоран Заев собра потписи од 67 пратеници. Тие пратеници се полномошници на граѓаните. Тие пратеници се граѓани. Тие пратеници изразуваат волјата на граѓаните. Тоа треба да се гледа. Уставот треба да се толкува низ призмата на интересите на граѓаните, низ призмата на член 2, став 1 и 2. Граѓаните се носители на суверенитетот. Тие се носители, тие остваруваат власта, се носители на власта, непосредно или посредно, преку демократски избрани представници и на референдум, нели? И затоа председателот требаше да ја гледа, да ја има пред себе вид волјата на граѓаните на Република Македонија, кои што со едно големо мнозинство се изјаснија за промени, се изјаснија против криминализираната владеачка гарнитура. Република Македонија еднаш треба да тргне по патот кон прогресот. Нашите луѓе треба да се завртат кон трудот, треба да се завртат од она од што живеат. А за тоа е потребна нова влада која што ќе поведе Македонија по европски пат, по патот кон прогресот. Дали мислите дека единствените причини за недавање на мандатот на Иванов беа тие што ги соопшти на конференцијата или има однапред предвидено сценарио или планирано сценарио? Јас сум пред се правник, не сум политички аналитичар и избегавам да давам политички анализи, меѓутоа како човек и нормално како правник можеш да бидеш и малку и политички аналитичар. Мислам, се согласувам со вашето мислење, мислам дека за ова се крие нешто друго. А главната цел е да се спаси криминализираната владеачка гарнитура, односно тие што го правеле криминалот во таа гарнитура, сите министри не се споменуваат во бомбите на Заев, туку се спомнува премиерот и уште неколку од тие министри. Иначе кои што се клучни луѓе во таа гарнитура, целта е да се спаси таа гарнитура, а ќе се спаси ако некако се извлечка, ако некако остане на власт на некој начин. Или на Сајони му се продолжи мандатот. Ако им се продолжи мандатот и така натаму. Тука главната цел е тоа, да се спаси таа гарнитура од раката на правдата. Se beri e njëjta për juve, me që edhe juve ju kemi si analist politik, pse mendoni se Ivanovi e mori këtë vendim edhe me këto arsyetime që i dha, besoni që kjo është e vetmja që e thaj në konferencë, kjo është e vërteta? Jo, unë mendoj se ajo që u tha në publik ishte vetëm tentim për të kriju një alibi për të arsyetu vendimin për mosdhënie të mandatit. Dhe kjo u bë me një mjeshtri e cila është karakteristike për partinë nga e cila buron Gjorge Ivanovi, pra VMRO-DPMNE-je. Ju e dini se vetëm disa ditë para këtij akti, kryetari i kësaj partie doli në një intervistë të gjerë duke
apeluar për mobilizim të qytetarëve për të pengu konstituimin e një qeverie në këtë format për të cilin Zaevi ka mandat. Madje shkoja aq larg sa që desh të paraqitet si viktim edhe tregoj një kapacitet sakrifikues vetëm e vetëm që mos gjoja rrezikohen vlerat e shtetit unitar, gjuha maqedone e kështu me radhë. Pra u kriju një disponim anti-qeveritar, anti-shumicës së re parlamentare, dhe u nxor popullin në rrugë për të protestuar, dhe tani Gjorgje Ivanovi del si shpëtimtar, do të thotë, nga kjo situatë. Dhe madje ai premtoi në paraqitjen e tij, qytetar, ju rrini të qetë se unë nuk do të lejoj asnjëherë dhe nuk do të jap mandatin një personi i cili sipas tij rreziko ka tërsinë territoriale, karakterin unitar etj. etj. Kjo pra e gjithë është vetëm një kamuflazh për të kriju një alibi për të arsyetuar vendimin që e mori. Por, jashta këtij skenari, që jam shumë i bindur që është skenar, qëndron ajo që thot profesori, finalja e gjithë kësaj është krijimi i kushteve për mos të përballë me drejtësinë të një strukture e cila në bazë të vendimeve të prokurorisë speciale dyshohet se është kryerse veprave të rënda penale. Pra, qëllimi është mos përballja me drejtësinë. Kjo mos përballje me drejtësinë supozohet se mund të arrihet përmes dy formave. Një, të shkaktohen zgjedhje të reja të parakoshme, me çka do të ndryshonte struktura e përbërjes së legjislativit, dhe me këtë VMRO-DPMN-ja të krijoje shumicë absolute të vetën parlamentare dhe të vazhdoj të qeverisje edhe më të tjerë, ose eventualisht në një tollovi të krijuar nga vendimi i ktilli i presidentit, nga apeli i VMRO-DPMN-s dhe reaksioni i qytetarëve të cilët duan që të kenë rend dhe qetësi, të detyrohet faktori ndërkombëtar eventualisht vinë këtu dhe të krijohet ndonjë qeveri të koalicionit të gjerë dhe përsëri në mënyrë indirekte të shpëtohet përballjes. Pra, problemi kryesor këtu është do të përballen personat që dyshohen se janë të inkriminuar apo nuk do të përballen. E gjithë tjetra është pra vetëm lojë për të arritur këtë qëllim. Zoti Halili, a duhet thirret presidenti në përgjithësi nga parlamenti? Në fakt, a duhet ketë impeachment? Po, unë mendoj sa për ne si shqiptar këtë është dashur të bëjmë që moti, por atë nuk mund të bëjmë ne individ caktuar, duhet të bëjmë partitë politike që kanë fuqi dhe mandate deputetësh, sepse ka mbi 3 vite që Ivanov bën një politikë diskriminuese, e për fat keq në platformën shqiptare nuk është theksuar ky moment, se aty flitet për diskriminim në ushtri dhe në disa pjesë, por nuk flitet për diskriminim në diplomaci. Dhe 3 vite Ivanov refuzon që të emëroj ambasador shqiptar, edhe prej mbi 50 ambasadave. Kjo është si pasojë e bojkotimit shqiptarëve në zgjedhje. Kjo është si pasojë se ne e kemi toleruar, sepse me marrëveshjen e orit, ai është obliguar ta zbatojë përfaqësimin e drejtë dhe avokat. Dhe dyta, atë që tha Naseri u plotësisht pajtohen. Këtu bëhen përpërlitje të fundit të kësaj garniture politike se si të shpëtohet nga kjo, ose si të shpëtohet më lehtë. Vetëm sa për ta pas publiku qartë, sa vota ose në çfarë mënyre mund thirret në përgjithësi Ivanovi? Të vend rendite në kuvent, edhe aty duket vendimi për marrjen e përgjegjësisë sillet me 2/3, ashtu Naser. Edhe pasandaj ka një procedurë referendumale, më duket. Gjykatën kushtetuese. Edhe këtë punë është dashur ne ta kryejmë, sepse ai thirret se platforma shqiptare nuk është në përputhje me marrëveshjen e orit.
Atë marrëveshjetarit mbi 3 vite nuk e respekton dhe nuk e zbaton. Edhe paraqitet nga pozitat e diskriminimit etnik. Edhe dyta, kjo është në valë të njëjta me veprimet e nomenklaturës së tij politike. Jashtë të quajtur proglasi para disa ditëve, ju vëmërë dhe përmënës, ishte ja mandatet e mia si Macedonas, shpëtoje shtetin i cili është i rrezikuar për shqiptarëve dhe burgosëm mu. Edhe unë do t'jema Jezu Krishti Macedonas, që do t'i duroj të gjitha këto, po ti do t'i kesh votat e mia për t'i mposhtur shqiptarët. Kjo është një porosi shoviniste. Mos thome dhe fjalimet rënda. Dhe sënimi është që ai të krijoj një qeveri majoritare, e thret komunitetin ndërkombëtar. Ja, mbasi ky i siguroi 67 mandate, edhe unë që ti ikin djekjes, ja hudhi këtij atë marhamën e pajtimit, vetëm e vetëm shqiptarët i lënë jashtë qeverisjes, që ai i hyn një rreziku tjetër, edhe më të keq. Edhe faktikisht bëhet shkaktari kryesor për shkatrimin e Maqedonisë, jo për mbrojtjen, për ndarjen e Maqedonisë, sepse atëherë shqiptarët mirë do të kujtohen. Mbasi ky u mobilizu edhe bëri diçka që s'na donë neve atje, edhe ne duhet bëjmë diçka që të shohim interesin tonë, aq më të parë kur ne i kemi rezultatet e referendumit të vitit 92. Gospodine Ристевски, дали треба да ја повлече Иванов одлуката? Имајќи предвид дека и меѓународната заедница всушност го повика на тоа. Имаме изјава од Джес Бейли конкретно за одлуката дека треба да ја повлече. Treba da je povleče. Jedinstveno pravilno rješenje, ispravno rješenje koje što nema da predizvika ponatamošnji problemi je to povlekovanje to na odlukata. Inako, ako eventualno ne povleče odlukata, davanje to na mandatot od strana predsjedatelja to je jedno čisto formalno, bi rekao, protokolarno prašenje. I sobranije to može da se sostane, da se izbere predsjedatelj i da je izbere vladata. Zato nema nikakvi prečki pokretu, a što predsjedatelj ne dal mandat. No, uštednaš vikam na ispravno rješenje koje što nema da predizvika nikakvi ponatamošnji turbulenciji, odnosno nema da gi zgolemi ovije turbulenciji koji što postoje u našem opštestvu je to da ja povleče odlukata i da go doveri mandat od Zoran Zaev. Bëjmë një shkëputje të shkurtër për reklama dhe do të rikthehemi pas disa minutash në studio. Jemi rikthyer sërish në studio për të debatuar lidhur me vendimin e djeshëm të Gjorge Ivanovit, presidentit të shtetit, për të mos ja dhënë mandatin për formimin e qeverisë Zoran Zaevit nga LSDM-ja. Gospodine Ристевски, би продолжила со вас уште накратко во врска со платформата на албанските партии. Иванов тоа го употреби како алиби за недавање на мандатот, дека со тоа ќе се не знам, унитарноста на државата би можела да биде загрозена и слично. Дали вие, еве, како припадник на македонскиот етникум, мислите дека навистина е така? Албанците се граѓани на Република Македонија. Тие се дел од албанскиот народ. Имаат право да се борат за повеќе права, за задоволување на нивни одредени интереси. Со платформата апсолутно не се загрозува унитарноста на Република Македонија. Затоа што таа платформа може да се реализира во рамките на Уставот. Прашањето за јазикот, ако го гледаме. Да го погледаме член 7 од Уставот. Во него се содржани сите можни решенија кои што ги бара и платформата. Нема потреба од менување на Уставот.
možno izvesno ima možda bi potreba od, ako se zemevovit stav, posljednji stav od člen 7, izvesni intervenciji vo zakonodne jazicite, imenuvanje na sami od naziv na zakonod. Drugo, ja se ne gledam. Проблемот беше со бinacionalноста или мултинационална држава. Сега, те треба да се смени уставот за да фигурира како држава, бinacionalна држава на албанците и на македонците и останатите народи. Република Македонија е фактички тоа. Само формално не е. Држава во која што имаме македонскиот народ, значи граѓани македонци од македонскиот народ и граѓани, јас зборувам во словото на уставот, стрикно по словото на уставот, граѓани кои што му припаѓаат на дел од албанскиот народ, турскиот народ, понатаму како се наредени влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ и бошњачкиот народ. Овие граѓани се жители на Република Македонија, граѓани на Република Македонија. И ние мора да водиме сметка за интересите на тие граѓани. Тие се наши луѓе. Мораме да го имаме во вид секогаш граѓанскиот концепт. Никакви делења, никакви поделби. Едно цивилизирано општество од типот на западните демократии, развиените западни демократии, не му смета тоа што некој кој што не припаѓа на мнозинскиот народ, ќе има повеќе права. Апсолутно. Ние сме за жал далеку од тоа. Поаѓајќи од тоа дека граѓаните се носители на суверенитетот, не само граѓаните македонци, туку и граѓаните кои што припаѓаат на овие народи кои што пред малку ги напомнав. Треба да се води сметка да се задоволат сите интереси на граѓаните, да граѓаните можат да живеат среќно, задоволно во оваа држава, да бидат задоволни. И така задоволни, работејќи, пред се работејќи, да придонесуваат за нашата благосостојба. Во преамбулата на Уставот покрај другото се вели дека една од целите на уставниот поредок на Република Македонија е и воспоставување на благосостојба во Република Македонија. Ние сме далеко од таа благосостојба. Të dizibere ju a mendoni se kërcënohet Maqedonia ose unitariteti i shtetit me platformën e partive politike shqiptare, duke marrë parasysh këto ndryshime parafërsisht që ne i shpjeguam se ku duhet ketë ndryshime në kushtetut? Dhe ka gjasa ose a ka në fakt rrezik prej ndarjeve të reja etnike të shkaktuara sigurisht nga deklaratat e presidentit Ivanov? Të kuptojmë, platforma është një çështje, programi qeveritar është diçka tjetër. Në platformë s'parit duhet të sqarohet se nuk janë zotu partit politike shqiptare se do të ndërtojnë shtet binacional. Thotë kjo çështje nuk është pjesë e platformës. E gjithë tensioni ngritet, apo si pretekst për të ngritë tensionin, merret çështja e ligjit për gjuhët. Që është thënë disa herë, edhe nga pjesëmarrësit në bisedime, se kanë rënë dakord edhe Bashkimi Demokratik për Integrim dhe në mënyrë indirekte edhe Aleanca, këtu unë sa kom informacion, Besa nuk është përfshi aktivisht në negociata, por BDI-ja dhe Aleanca kanë rënë dakord me negociuesit të palës LSDM se zgjidhja për ligjin për gjuhët do të kërkohet në suaza të kushtetutës ekzistuese. Jo pse amandamenti 5 i plotëson të gjitha aspiratat e shqiptarëve për përdorimin e gjuhës shqipe, por thjesht për çështje praktike se nuk ka shumicë të mjaftueshme për të ndryshuar amandamentin 5. Por pas takimit fundit të këtyre partive, ata thanë që do e mos kushtetuta duhet ndryshohet. Duan apo s'duan partit maqedonase? Jo, ju lutem. Në këte përbërje, me këte rezultat të zgjedhjeve, është iluzore të pritet se do të ndryshohet kushtetuta.
Ne me mzi kanë siguru 67 vota për të zgjedhë qeverin, jo më për të ndryshu kushtetutën. Nuk duhet krijohet realitet i rreshëm se gjoja dikush në këtë fazë bën ndryshimin e kushtetutës. Pra edhe njërë them, unë nga jo që kam informacion, aktorët në negociata kanë ra dakord që korniza ligjore të jetë në kuadër të amandamentit ekzistues, sepse edhe po e përsëris edhe sikur të dëshirohet diçka tjetër, kjo është e pa realizueshme, sepse të gjithë partitë që do të qëndrojnë pas qeverisë kanë vetëm 67 vota. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë. Në platformë nuk ka asnjë element i cili vën në pikpyetje karakterin unitar të Republikës Maqedonisë. Ka në përcaktime programore të zonë të rilindjes të LRPDSH-s që kërkohet ndërtimi ndonjë shteti binacional e tjerë. Po këto nuk janë elementet platformës për të cilën e merr si shkak Ivanovi për mos ta ndarë mandati. Dhe në platformë madje thuhet se do të angazhohen për realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Edhe kushtetutës. Marrëveshja e Ohrit është kjo, kushtetuta. Prandaj, edhe njerë të them, këto janë vetëm pretekste të Ivanovit, të porositura nga Gruevski, për të pengu procesin e konstituimit të qeverisë. Në asnjë element nuk cënohet karakteri unitar i shtetit Republikës Maqedonisë. Është çështje tjetër, a pajtohem unë me këtë karakter të shtetit. Apo unë dëshiroj diçka tjetër, por ato janë krejt çështje tjera. Ne sot bisedojmë për ndërtimin e pozicionit të qytetarëve shqiptar në kuadër të kësaj kushtetute, të cilën Ivanovi është i pari i thirrur që ta respekton. Dhe fatkeqësisht ai i pari u bë që e shkeli rënd atë. Me që e ka shkelur kushtetutën, pak më parë inicova një pjesë të pyetjes, por besoni që do të shkaktoj edhe trazira etnike. Veç më janë shkelur ligjet, po do shkelen edhe norma edhe siguria e shtetit si duket. Është çështja afër rrezikimit edhe të sigurisë, edhe pse qytetarët e Maqedonisë shumë herë këto sfida i kanë tejkaluar. Mirë po, opinioni, kur e sqaron këtë çështje, gjithnjë marrën lëvdata qytetarët shqiptar për durëshmërinë e tyre, për përcaktimin e të votojnë për Partinë Maqedonase, të votojnë për programe qytetare, jo thjesht nacionale. E fatkeq ende nuk është dhënë një provë nga qytetarët Maqedonas se edhe ata janë të gatshëm këtë ta bëjnë. Platforma e nënshkruar ka një fitore dhe një disfat. Fitoria se zoti Ali Ahmeti arriti që me veprimet e tija t'i tuboj liderët politikë shqiptar, t'i shëtisë në Tiranë dhe në Prishtinë, edhe ta fitoj titullin e nderit kryeplaku i shqiptarëve. Edhe disfata se me këtë platformë faktikisht ai pranon se të qenunit 15 vjeçar në qeveri ka qenë një dështim, edhe si rezultatit atij dështimi kemi një varg aktivitetesh, punësh që duhet kryer që ta fitojmë barazinë, sepse ai trumpetimi i gjithëhershëm se Shqipja më u bën gjuzitare, e arritëm një barazi perfekte, tash del në shesh se nuk është. Tjetra, unë e përsëris, kjo nuk është herë e parë që në emër të një barazis shqiptare vëmëro po trumbeton prishjen e shtetit. Ne në vitin 93, po pjesëtar të kësaj nomenklaturës politike, kemi pasur grev urije edhe grev të gjitha shkollat mesme, duke ngritur shatore para kuvendit Maqedonisë,
në mënyrë që shqiptarët mos sjellin ligj për akademinë pedagogjike. E shifni, nga shpirt ngushësia kemi pas intervenim policor dhe të vrarë për shkollim. Në kohë që Fadil Sulemani me lapsin e tij fletorën i thoshte se qëllimi ynë është shkollimi opinionit shqiptar dhe Maqedonas. Një ministër i cili ka marrë pjesë, ministër Maqedonas, me Kiro Gligorovin, ai u ka thënë të hujve edhe shtulit se shqiptarët nuk duan universitet, duan ta prishin shtetin, duan bëjnë Shqipëri etnike. Mbas shumë kohësh, shqiptarët mbetën me një të vrarë, mbetën me shumë të burgosur nëpër burgje, në atë universitet, i cili sipas këtyre synon të prishin e shtetit, sot edukohen dhe shkollohen student Maqedonas edhe shqiptarë bashkë, dhe japin mësim edhe profesor Maqedonas, që do të thotë se këta kanë një ideologji shumë dritë shkurtër. Edhe sa herë kur shohin prishet Maqedonia. Ja, Maqedonia u forcua. Tash ju që protestojshisht në parkun e gruas para parlamentit, kemi aktorë të gjallë të rritë, vëmërë dhe pëmënes, ata i imponuan partisë bashkëqeverisje, ja formoni edhe një universitet tjetër në gjuhën shqipe, tash nuk u prish Maqedonia. Por na tash nuk e duam, sepse është qëllim keq, se donë me atë universitet të shkatërsh dy universitet tjera. Kjo do të thotë se qëllimet nuk i kanë të mira, edhe çdo teori e tyre mashtruese se ne e rrujmë Maqedoninë. Përkundrazi, ата duan ta shkatrojnë Maqedoninë. Господине Ристевски, не знам дали доследно можете да не разберете поради преводот, но Иванов доби и реакции или возвраќање на неговите пораки и изјави и од Тирана и од Приштина, но и од меѓународниот фактор. Дали со тоа ќе влијае на, не знам, на Македонија воопшто, на незините односи со меѓународната заедница и другите земји кои што ни се во близина? Дали тоа ќе го загрози и, не знам, билатералните односи меѓу Македонија и која и да е држава? Да, јас во моите претходни кажувања реков дека ваквата одлука за недоделување на мандатот на Зоран Заев со незиното образложение, кое што тој вчера го изнесе, ќе направи големи штети на Република Македонија. Не само внатре, туку и во односите со нашите соседи. Како што Република Македонија како држава има право и обврска да ги штити интересите на македонскиот народ во нашето соседство, така и нашите соседи, Албанија, Србија и така натаму, Косово, нели, имаат право да ги штитат интересите на своите народи, во конкретниот случај во прашање албанскиот народ. Така да на нив не треба да им се замерува за тоа што ете реагира. Имаат право да реагираат, а реагираат затоа што не се задоволни од одлуката. А ако некој не е задоволен, значи известно влошување на реакцијата повеќе беше на аспектот дека Иванов рече дека платформата е создадена и водена, предводена од овие албански лидери од двете држави, Косово и Албанија, што и политичарите од Македонија го негира, а исто така и лидерите од Косово и од Приштина, дека тие само биле негоцијатори, односно посредници во диалогот меѓу албанските партии во Македонија. Знаете што, реакцијата беше демек ете лидерите на албанските политички партии оделе се консултирале во Тирана, нели, не знам, на Косово не беа на Косово, или беа и на Косово, да. Беа и на Косово. Па во рамките на ова што го реков, соседните држави имаат право, тоа е нивно меѓународно загарантирано право, да ги штитат интересите на својот народ, нели, на своите народи во другата држава.
така и Република Македонија. Ние имаме уставни одредби во уставот со кои што Република Македонија се обврзува да ги штити интересите на македонскиот народ во Албанија, на Косово, Србија, Бугарија и така натаму и така натаму. Јас така гледам, јас знам дека подписници на платформата не се ни албанскиот премиер, ни премиерот на Косово, властите на Косово. Подписници на платформата се лидерите на политичките партии на албанците. Овде во Македонија, граѓаните албанци, кои што имаат право да си поставуваат, нивно уставно право е да си поставуваат своји платформи, да бараат, па во едно демократско општество околу таа платформа се разговара, се дискутира со представниците на лидерите на македонските политички партии, па се наоѓа некое заедничко решение. Така се работи во демократските земји. Платформата не е зло, околу неа треба да се дискутира и секогаш ќе се најде некое заедничко, некое средно решение, ќе се најде некој компромис кој што ќе одговара и на интересите на граѓаните албанци, на интересите на граѓаните македонци и на интересите на сите други граѓани. Ние сите тие уредувања на општествените односи, уредување на политичките односи, уредување на економските односи, треба да ги гледаме низ призмата на интересите на граѓаните. Државата не е абстрактна категорија. Државата е организација на граѓани. И државата како организација, незините лидери, незините политички лидери, треба да ги задоволуваат интересите на граѓаните пред се и над се. Лидерите на политички партии треба да се раководат од интересите на граѓаните, а најдобро ќе ги задоволат интересите на граѓаните ако за сите спорни прашања, како што е и оваа платформа, се разговара, Боже мој, ако ga се разговара, ќе се најде заедничко решение. Зибери, ju mendoni se do të shkaktoj probleme kjo në aspekt ndërkombëtar, deklaratat e Ivanovit, ndoshta do të shkaktojnë mllef te faktori ndërkombëtarëve se kemi pasur në të kaluarën, ka pas mllef ndaj disa veprimeve të zyrtarëve të Maqedonisë, po tani edhe me këto deklarata direkte që ka përzierje prej këtij shteti, prej atij shteti, cilat do të jenë pasojat? Më lejoni në fillim një digresion të bëj, për hir të sqarimit të opinionit. Platforma nuk është përpiluar në Tiranë, ju lutem. Platforma shpreh kërkesat, përcaktimet politike të subjekteve politike në Maqedoni. Platforma si e tillë, me që nuk ka mund t'i të bëj rreth vete 3-4 partit politike shqiptare të përfaqësuara në parlament, është dash ndërhyrje e kryeministrit Rama dhe presidentit Thaçi, por në funksion vetëm të gjetjes së një konsenzusi për paraqitje të përbashkët partive politike shqiptare në raport me partitë politike maqedonase. Pra, platforma nuk është importuar as nga Tirana, as nga Prishtina. Është shprehje e interesave të qytetarëve shqiptar të Republikës së Maqedonisë dhe këtë Ivanovi e din mirë, Gruevski e din mirë, por për qëllimet të tyre duhen që ta kamuflojnë. Dhe të dalë te çështja e dytë për të cilën më pyetet. Me vendimin e tij, Ivanovi do të shkaktoj dëm serioz kredibilitetit dhe pozitës ndërkombëtare të Maqedonisë. Edhe në raportet bilaterale, edhe në skenën ndërkombëtare. Në rend të parë, në raport me Unionin Evropian, NATO-n, Shtetet e Bashkuara dhe të gjitha vendet miqësore ndaj Maqedonisë. 1. E dyta, vendimet e Ivanovit nuk është hera e parë, i shkaktojnë dëm shtetit të Republikës Maqedonisë. Ngjashëm është situata edhe me vendimin për faljen e personave të dyshuar për vepra penale. Ivanovi fatkeqësisht del se është më i dobishëm për shtetin kur nuk ndërmerr asgjë. Ivanovi me veprimin e këtij ka konsumuar shkeljen e rëndë të dispozitave kushtetuese dhe me këte janë plotësuar kushtet për shqyrtimin e përgjegjësisë së tij në procedurën e parapar me kushtetut për cilën folëm pak më parë. Të ngrihet iniciativa në parlament dhe gjykata kushtetuese të merr vendimin. Duke pas parasysh se raporti i forcave nuk e mundson këtë, dihet që për këtë moment kjo do të mbetet.
por në qoftë se vazhdojnë trazirat rrugëve të Shkupit dhe Maqedonisë dhe tensioni mbi raportin brenda Maqedonas, bartë tash në raportin mes etnik, ndëretnik, dhe këto tensione dhe trazira, në qoftë se kanë përpasoj lëndimin apo humbjen e jetës së njerëzve dhe qytetarëve, dhe rrezikimin e pasurisë publike apo private të qytetarëve, atëherë Ivanovi do ta konsumoj edhe veprën penale si lidhje kauzale mes vendimit të tij dhe pasojave në rrugë. Pra, është një vendim jashtëzakonisht i rrezikshëm, i cili nëse nuk korrigjohet në kuptimin e asaj që e tha profesori, se vendim më i drejtë dhe në suaza të rendit juridik të Maqedonisë që mund të na nxjerrë nga situata është që ta tërheqë. Vendimin. Zoti Halili, si për përfundim edhe për juve një mendim lidhur me marrëdhëniet e Maqedonisë, marrëdhëniet ndërkombëtare. Cilat do të jenë pasojat? Gjithçka u desh thuhet në ato implikimet të brendshme, i tha Naseri. S'ka dyshim se Ivanov një dëm të madh i ka bërë Republikës Maqedonisë në rrugën drejt integrimeve evropiane. Sepse Këshilli i Evropës ka miratuar dokument për gjuhët regionale dhe minoritare. Edhe po që se nuk pajtohen palët që Shqipja, gjuha Shqipe me emërtim, jo gjuha 20%, se e din Naseri, këtu është bërë beteja, atë quhet gjuhë Shqipe, atë quhet gjuha 20%, për arsye se per gjuhë dhe leotar dolën konferencë për Shtyp si rezultati bisedimeve që Naseri ka qenë drejt dhe tha se edhe gjuha Shqipe është gjuhë zyrtare. Tash e njëjta taktik. Ishte një asociacion i intelektualëve, 500 intelektual, shkruajtën një memorandum edhe bën disa protesta në rrugë, nuk duam Shqipja të jetë gjuhë zyrtare, edhe këtu u ndru pastaj prej gjuha Shqipe dhe 20%. Edhe si kur platforma të parashifte, se Amiri tha dhe Naseri, në platformë shkruhet se ne do të inicojmë ndryshime kushtetuese, ku gjuha Shqipe do të jetë zyrtare. Të inicojsh ndryshime kushtetuese në atmosferë demokratike, biseda mes partive, nuk është herezi. Është drejt legjitime. Kushtetuta nuk është as Kur'an as Bibël. Ishte përpara e ndruam, do ta ndrojmë. Nëse ka nevojë, do të bisedojmë edhe për federalizëm, do të bisedojmë nëse s'funksionon ky sistem, do të gjejmë mënyra alternative të funksionimit. Prandaj ajo bie poshtë kret, është një arsyetim banal, foshnjarak, i cili nuk duhet edhe ne të mbrohemi. Po, nëse vin puna, u munduam në barazi 26 vjet. Ju thatë jo, ja po bëni. Po tash hajtë provojmë federata, nuk e di çka do të provojmë, por në biseda. Jo me mjetet të dhunës. Këtu duhet të dallojnë ata që e kanë trurin në ndryshkur. Edhe ajo drejt legjitime e partive politike shqiptare për këtë të angazhohen. Unë kështu e mendoj këtë. Besoj që arritëm sadopak të bëjmë një përmbledhje të asaj që ka ndodhi dje, për shkak se incizojmë emisionin, nuk do kemi mundësi të diskutojmë mbi ardhjen e Federica Mogherini dhe porositë eventualisht që mund t'i lë, po sigurisht që do kemi emision tjetër dhe do mundemi edhe ato t'i bisedojmë. Faleminderit edhe një herë. Vi благодарам много за гостувањето. Faleminderit edhe juve shikues nderuar, na ndiqni përsëri në emisionet tona të radhës. Natën e mirë.